certifikat ose në fatura shit blerje, dhe ato direkt duhet t'i marri tek qendra e bujqësisë e rrethit. Atje ku shkojmë për të bërë aplikimet e skemave të brendshme, aty duhet i marrim. Ato duhet na japin Ministria e Bujqësisë ose Ministria e Financave. Jo të na presim ne të na japin Grumullusit. Grumullusit ne nuk na japin parat tona. Ne nuk marrim parat e mallit që dorëzojmë, jo më të presim marrim 10% te Grumullusi. Kështu që i bëj thirrje atij ministrit, ti bëj mirë llogaritë dhe mos flasin për zyra ande këtej, po të vinë baza atje ti takoj fermerët. Mos shkoj ti ndaj njerëzit atje cat nënës e cat njerëz. Po ndodh dhe gjeti? Po ndodh, patjetër. Po ndodh, ai shkon takon subjekte që janë të deklaruara të majta. Të deklaruara të majta, njerëz që merren drejt për drejt me Partinë Socialiste. Patronazhist do. Po, patronazhist, po e quaj se tash të gjithë patronazhistë janë ata, po. Doli nga moda ajo fjalë, kupton, nuk po e përmendim më. Fermerët janë në vështirësi. Nuk mjaftojnë letrat, zoti Kaloshi, pra regjistrimi me NIT e kështu, po edhe aty mund të bëhen ndarje politike edhe ke domatet? Po janë gjallë më fermerët, janë kamër në gjithë Shqipërinë më e keni. Është po hasin vështirësitë pa parë. Vështirësia kryesore është pagesa e qumshit. Kanë nga 4-5 muaj fermerët të bllokuar nëpër fabrikat e qumshit. Unë ti them me emra po deshe këtu. Nuk likuidohet qumshi. Nuk ju likuidojnë qumshin, prodhimin, dorëzimin e qumshit. Janë 4 muaj, 120 ditë brenda te fabrikat. Kërkojnë të blejnë ushqim. Sa apo është ndonjëra më? Ore radh fermat gjigande, fermat e mëdha. Te fabrikat. Po, te fabrikat e qumshit që dorëzojnë nuk marrin parat. Kanë 4 muaj pa marrë parat. Dhe nuk kanë mundësi që të blejnë ushqim për të ushqyer kafshët. Për vazhdu prodhimin. Po s'mund se kafshët duhet ushqehen, është prak dimri tani. Kërkojnë mbështetje. Edhe pjesa që po bllokohet ky misi. Po pse sot u kujtuan këta që ka misi alfatoksin? Ose ka probleme misi që importohet. Kjo ka kaq vite. Ka kaq vite. Unë gjerasin këtu ta falenderoj atë drejtuesin e autoritetit kombëtar të ushqimit dhe i lutem që ta përshkallëzoj kontrollin. Kush mall ka probleme, jo është importit, edhe malli i vendës. Kushdo që tjetë që është me probleme, merren masat e duhura. Kurse për pjesën tjetër, që fermerët po tallen, këta duhet i bëjnë mirë llogarit, sepse do vi një moment që këta nuk do dinë më se si të përballen me fermerët. Se nuk ka fermerët nuk do dalin më në protestë kështu me flamuj dhe me pankarta. Të jeni të bindur, po organizohen për të dalë në protestë me traktor, për të bllokuar autostradat, për të ardhur nëpër institucionet për kace. Unë i bëj thirrje dhe opozitës. Opozita ka një departament bujqësie në strukturën e saj. Drejtuesi i departamentit bujqësisë duhet marrë kontakt të drejt për drejt me fermerët. Duhet vi